Mirëmbrëma gjithëve, mirë se vini në revistën televizive për mbrëmjen e sotme ku lajmet më të rëndësishme do të ndiqni. Dal nga jeta në moshën 73 vjeçare Fatos Nano, ish kryeministri dhe ish kryetari historik i Partisë Socialiste, nuk i mbijetoi dot sëmundjes, për të cilës vuante prej muajsh reagime nga politika brenda dhe jashtë vendit. Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar shkarkimin nga detyrat e Erion Veliajt, vetë ish kryebashkiaku ka qenë prezent në sallë. Kushtetuta duhet të mbrojë ligjin, u shkel kontrata me qytetarët, tha ai. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku paraqitet në SPAK. Prokurorët e njohin me objektin e hetimit paraprak të çelur për të dhe gjatë ushtrimit të detyrës si ministre Energjisë, Transportit dhe Infrastrukturës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mbet partit parlamentare për çështjen e qeverisë. Përfaqësuesit e partive opozitare insistojnë për shkuarjen e vendit në zgjedhje të parakohshme. Vetëvendosja kërkon më tepër kohë. Enkileda Çarja shpallet kampione e 3 fishte Europës në peshngritje për mosha deri në 20 vjeç. Sportistja 17 vjeçare shqiptare ka fituar medaljari në shtytje, shkëputje dhe 2 garësh, ndërkohë që ka thyer 6 rekorde europiane për moshat deri në 17 vjeç. Ndalimi mëngjesisht e lajmet, ku ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare ish kryeministri Fatos Nano. Ai vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë, ndërkohë që afro një muaj më parë pësoi një arrest kardiako-respirator. Radio Televizioni Shqiptar i shpreh ngutëshëllimet familjes dhe të afërmve. Ish kryeministri Fatos Nano ka ndruar jetë pas rreth një muaj i shtruar në reanimacionin e një prej komplekseve private spitalore të kryeqytetit. Fatos Nano në fillim të këtij muaji pësoi arrest kardiorespirator në ambientet e shtëpisë, çka i shkaktoi atij dëmtime të rënda në tru. Ndërhyrja e menjëhershme e mjekëve bëri që ai të kthehej në jetë. 2 vitet e fundit ish kryeministri Nano i ka patur të shpeshta kontrollet mjekësore në spitalin privat në Tiranë për shkak edhe të problemeve të tjera shëndetësore. Më herët ai ka qenë i intubuar për shkak të një sëmundje kronike në mushkëri që mjekët e quajnë SPOK. Pas rehabilitimit ai pësoi një tjetër problem shëndetësor me kockat e legenit, për të cilën ju nënshtrua një ndërhyrje ortopedike. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve gjatë këtyre 4 javëve të fundit, ai nuk mundi dot ta fitojë betejën me sëmundjen e rëndë, duke ushuar këtë të premte në mesditë në moshën 73 vjeç. Ish kryeministri Fatos Nano ka qenë një ndër të paktët politikanë modern në Shqipëri që realizoi marrëveshje historike në të mirë të publikut në Shqipëri. Ai ka kontribuar për degata në procesin e integrimit dhe mbeti kryetari historik i Partisë Socialiste. Ndjekim profilin e përgatitur nga Sonila Agostini. Fatos Nano lindi në Tiranë më 16 shtator të vitit 1952 dhe ishte djali i vetëm mes 3 vajzave në familjen e Thanas Nanos. U diplomua në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, u specializua në ekonominë politike dhe ishte në fundin e viteve 80 një nga zërat e rinj por shumë premtues në shkencat ekonomike të Shqipërisë. Jetën profesionale e kaloi më së shumti në Tiranë, disa vite në Elbasan dhe la gjurmë në auditore si lektor në Universitetin e Tiranës. 3 herë kryeministër i Shqipërisë, 5 herë deputet i zgjedhur drejt për drejt, Fatos Nano hyri në historinë politike të pas viteve 90 si njeriu që reformoi një parti që vinte nga ish Partia e Punës, duke e bërë ato antare të Internacionale Socialiste, duke liberalizuar debatin e brendshëm në parti, duke njohur mendimin ndryshe, duke ulur kundërshtarin politik në dialog dhe duke qenë vetmi kryeministër që dha dorëheqjen 2 herë, edhe pse partia e tij ishte në pushtet. Kam vendosur që t'i qëndroj besnik moralit dhe filozofisë time politike, të marrë përgjegjësitë që më takojnë për situatën e krijuar dhe të largohem nga drejtimi i Partisë Socialiste. Më 12 qershor të vitit 1991, Fatos Nano u zgjodh në krye të Partisë Socialiste. Ditën që mori drejtimin e kësaj partie me emër të ndryshuar, vet Nano e kujtonte kështu në një intervistë të dhënë në një nga emisionet kryesore politike të vendit. Në kongresin e 10 të partisë, zgjedhjet dhe propozimet për kryetar do të bëheshin pas dite. Në momentin që dola nga shtëpia, pas drekës, më përcjell nëna në korridor me lot në sy dhe më thot:
"Bir, në duart e kujt do të na lësh? Ajo ka qenë partizane, ish mësuese dhe vetëm ajo më theu. Unë me lotët e nënës mora vendimin që kishte koshiencën e sakrificës përfshirë dhe burgun brenda. Unë dava nga lotët e nënës dhe ju dorëzova koshiencës dhe inkoshiencës së eksklamacjoneve të sallës që thëriste Fatos Nano, Fatos Nano." Por karriera e tij politike njohu momente dramatike që u lidhen me jetën e tij dhe të familjes së tij politike, kur u arrestua me akuzën e korrupsionit më 30 korrik të vitit 1993 dhe u dënua me 12 vjet burg pas një procesi të cilësuar politik nga shumë organizata ndërkombëtare. Fatos Nano i udhëhoqi socialistët nga burgu, madje edhe u rizgjodd në gusht të vitit 96 për herë të dytë në krye të Partisë Socialiste, ndërsa qelin e la më 14 mars të vitit 1997. Lirimi i tij përkoi me një nga momentet më tragjike të historisë së re të Shqipërisë. Vendi ishte përfshirë nga përplasjet civile të armatosura të vitit 97. Në kulmin e një prej krizave më të forta social-ekonomike të vendit, në monitorimin e ndërkombëtarëve, Shqipëria mbajti zgjedhjet e përgjithshme në fundin e qershorit të vitit 97. Dhe socialistët korrën një fitore të paralajmëruar, nga e cila Fatos Nano mandatua të krijonte qeverinë e re. Por nuk do të qëndronte shumë gjatë në qeverisje pasi vrasja e ish-deputetit Azem Hajdari dhe grushti i shtetit që pasoi në 14 shtator 1998 e detyruan të jepte dorëheqjen për herë të dytë. Dorëheqjen e parë e kishte dhënë më 4 qershor të vitit 1991. Dita e djeshme do të mbetet e pashlyeshme nga kujtesa jonë kombëtare, si një ditë që përdosi jo vetëm kulturën tonë të brish demokratike, por dhe traditën tonë të respektit për të vdekurit. Nano u rikthye në qeverisjen e Shqipërisë në vitin 2002, pasi udhëhoqi lëvizjen përkatharsis në Partinë Socialiste, që ishte përfshirë nga lufta e brendshme brenda llojit për shkak edhe të pushtetit të madh që të majtët kishin aso kohën në parlament. Mes luftës së brendshme të rrymave në parti dhe presionit të ndërkombëtarëve që kërkuan mos përsëritjen e episodeve të zgjedhjeve parlamentare të vitit të 2001, Fatos Nano rishpiku veten dhe ul në tryezën politike për bisedime paqëtuese me kundërshtarin e tij politik Sali Berisha. Në një javë të gjatë në kryesinë e parlamentit, Nano dhe Berisha biseduan për një sër çështjesh, pas të cilave erdhi zgjedhja e presidentit të parë dhe të vetëm deri më sot konsensual Alfred Mojsiut. Marrëveshja parashikoi që KLSH dhe avokati i popullit të drejtohej nga opozita, një traditë që është ruajtur deri më sot. Fatos Nano dha dorëheqjen nga Partia Socialiste pas zgjedhjeve parlamentare të vitit të 2005, duke mbajtur qatëherë distancë nga jeta aktive e partisë që themeloi. Ai shpalli ambicien për të zgjedhur president në vitin 2007, një ambicie që nuk u mbështet aso kohë nga partia e tij. Ai ishte ndër të vetmit kryeministra të Ballkanit që u ftua si mik kryesor në dasmën e vajzës së Erdogan, presidentit të Turqisë. Kishte raporte të forta diplomatike me Berlusconin aso kohë, kryeministër i Italisë, dhe orientoi qeverisjen e tij drejt aleancave euroatlantike, duke afirmuar nevojën për dialog në Ballkan dhe rolin e qartë të Shqipërisë si faktor stabiliteti dhe paqeje. Fatos Nano fliste disa gjuhë të huaja dhe la pas modelin e politikanit liberal, që siç thoshte në forumet e tij të partisë, duhet të ndante pushtetin për të bërë shtetin. Përndarje nga jeta e ish-kryeministrit Fatos Nano kanë reaguar me mesazhe ngushëllimi dhe vlerësimi jo vetëm spektri politik në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas lajmit për ndarjen nga jeta e ish-kryeministrit Fatos Nano kanë reaguar liderët e shtetit të majtë dhe të djathtë përmes mesazheve të ngushëllimit. Presidenti Bajram Bega vlerësoi rolin e liderit socialist Fatos Nano përgjatë tranzicionit të vendit, si dhe politikat reformiste dhe liberale që ai ndoqi përgjatë aktivizimit në politikën shqiptare. Fatos Nano do të mbahet mend si lideri liberal dhe reformator, thuhet në mesazhin e kreut të shtetit. Për kryeparlamentarit Niko Peleshi, Fatos Nano ishte arkitekti i transformimit historik në të majtën shqiptare, politikani modern që solli frymën e vërtet europiane në mjedisin publik, duke kujtuar se ka qenë pikërisht Nano ai që i hapi atij dyert e politikës. Ka qenë kryeministri Edi Rama i cili ka reaguar menjëherë pas lajmit për ndarjen nga jeta e Fatos Nanos, duke publikuar një foto të Nanos. Rama shkruan: "Lam të mirë kryetar." Në reagimet për ish-kryeministin Nano nuk mungon dhe mesazhi ngushëllimi të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili e quan Nanon personalitetin kryesor të së majtës shqiptare gjatë tranzicionit. Sipas Berishës, Fatos Nano ka meritën e reformimit të Partisë Socialiste,
antarësimin e saj në forume të majta ndërkombëtare si dhe pranimin nga i vet rotacionit pushtetit. Për ndarjen nga jeta të Nanos kanë reaguar dhe shumë politikanë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Kreu i PD-s Ali Ahmeti shkruan se me Nanon e lidh themisia, bashkëpunimi dhe respekti ndërsjellët që sipas tij lindi në kohëra sfidash. Ndërsa po ashtu shkruan se Nano ishte një njeri me vizion, guzim dhe urtësi politike, një personalitet që la gjurmë të pashlyeshme në historinë moderne të Shqipërisë. Në mesazhin e tij të ngushëllimit, ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e cilëson Fatos Nanon si kontribues kyç i çështjes shqiptare në kohëra krizash brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë. Pas gati 10 muajsh, Erion Veliaj ka lënë qëllim për të ndjekur seancën në gjykatën kushtetuese mbi ankimin ndaj shkarkimit si kryebashkiak i Tiranës. Ai kërkoi anulimin e vendimit të qeverisë dhe të dekretit të presidentit për zgjedhje të pjesshme, duke cilësuar procedurën ndaj tij si rrezik për demokracinë. Pas 9 muajsh, Erion Veliaj lë qëllinë e paraburgimit për të paraqitur në gjykatën kushtetuese për të ndjekur seancën mbi ankemimin e shkarkimit të tij. Në këtë paraqitje të parë publike, që prej arrestimit të 10 shkurtit, Erion Veliaj foli para trupës së gjykatës kushtetuese, duke parashtruar argumentet pse kërkon anullim të vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij dhe anullim të dekretit të presidentit për zgjedhje të pjesshme. Nuk jam këtu për të mbrojtur veten, sepse nuk kam kryer asnjë shkelje që detyrohem të mbroj veten përpara jush. Por jam këtu me respekt, me gjithë respektin që meriton detyra juaj e lartë, për të kërkuar një gjë të vetme. A mund ta mbrojmë së bashku demokracinë që sot po vihet në sprov? Ai e quan fyrje argumentin për mungesën e tij në detyrë, veçanërisht për faktin që sipas tij, kjo akuzë erdhi nga njerëz të tij politik. Po kjo është fyrja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër, dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kryebashkiaku kritikoi me ironi shpejtësinë me të cilën u zhvilluan procedurat e shkarkimit nga votimi në Këshillin Bashkiak deri te dekreti i presidentit. Një eficiencë shembullore që fillon me Këshillin Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbreslëndse për eficiencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmerrshme katastrofike, pandemia e tërmetit, dhe s'kan kaluar me shpejtësi kaq të madhe nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë. Ndërkohë Këshilli i Ministrave kërkoi lënien në fuqi të vendimit për shkarkim dhe dekretin e presidentit për zgjedhje në Tiranë. Mungesa 3 mujore nuk është shkelje rëndë dhe nuk ka të bëjë me ninin 115 kushtetutës, si dhe delegimi i kompetencës nuk zgjidh problemin e lindur e paraqitur në këtë rast. Në përfundim, duke vlerësuar se vendimi i Këshillit të Ministrave është një akt i lishëm, si i tillë duhet lihet në fuqi dhe dekreti i presidentit si akt i dalë në rrjedhim të këtij vendimi. Gjykata kushtetuese rrezoi që në nisje kërkesën e presidencës për t'u përjashtuar nga çështja, duke vendosur që dekreti për zgjedhje të trajtohet në themel të padis. Nga ana tjetër, këshilltari ligjor i presidencës, Ilir Usmajli, kundërshtoi këtë vendim. Zgjedhjet caktohen për shkak se ka një akt shkarkimi. Nuk caktohen për qeft të presidentit të Republikës. Dhe në qoftë se pezullohet akti i shkarkimit, pezullohet edhe veprimi i presidentit të Republikës. Nuk ndërmerr hapat në vesh. Institucionet kanë nevojë për ju, por jo pas Berihajt. Ka nevojë për ju të jeni pararoj. Pjesa tjetër është debat konkret, debat hallesh njerëzore, nuk është çështja jonë. Seanca në gjykatën kushtetuese u zhvillua në masa të repta sigurie dhe në vëmendje të shtuar të medias. Dalja Erion Veliaj para gjykatës kushtetuese nuk kaloi pa vëmendjen e opozitës. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryetari i PD-s Ali Berisha tha se mbështeti arrestimin e Veliajt, por dënoi shkeljen e procedurave ligjore që shteti ndoqi ndaj tij. Por një gjë i tha publikut sot Erion Veliaj. Çfarë i tha? Kaq vite më parë, në X qytet të Kolumbis, Farku rrëmbeu kryetarin e bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedurat
ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat. Ne e kemi mbështetur dhe mbështesim arrestimin e dënimin e tij etj. Po prap duhet jemi të drejtë. Duhet jemi të drejtë. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku mor e pandehur këtë të premte lidhur me veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. SPAK zyrtarizoi akuzën ndërsa thotë se bet fjalë për tenderin e tunelit të Llogaras, për të cilin ka dyshime se janë përfshirë edhe zyrtarë të tjerë të dikasterit që Balluku drejton. Ishte ora 15:10 kur zëvendës kryeministra, njëherësh ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku u paraqitën në prokurorinë e posaçme. E shoqëruar edhe nga avokatja e saj Pamela Qirko, e cila është edhe motra e zonjës Balluku, e që më herët ka qenë pjesë e organeve të vettingut në drejtësi, Balluku qëndroi në SPAK për më shumë se 45 minuta. Në një njoftim të shpërndar për mediat, organi akuzës tha se numri 2 i qeverisë u mor zyrtarisht të pandehur dhe se akuzohet për shkelje të barazisë në tender. SPAK saktëson se kjo akuzë ju komunikua Ballukut për një procedurë të ndërtimit të tunelit të Llogaras, konkretisht aksin Orikum-Himar, procedurë realizuar më 11 dhjetor të 5 viteve më parë, e cila më pas u anulua dhe u rihap më 22 qershor të vitit 2021 me një fond limit për 190 milion euro pa TVSH. Vetë zëvendës kryeministre Balluku pas daljes nga SPAK, ku u përball me prokurorët dhe oficerët e byros kombëtare të hetimit, nuk dha detaje, por theksoi se beson se çështja ndaj saj do të jetë transparente. Kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënie dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Ndonse SPAK nuk ka dhënë detaje të mëtejshme, bëhet me dije se në pyetje janë marrë edhe zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Socialistët rrëzuan një tjetër kërkesë të opozitës që kërkonte pas Niko Peleshit edhe shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Deputetët në Komisionin e Ligjeve shqyrtuan kërkesën e paraqitur nga pakisa parlamentare dhe diskutimet e tyre u ndan qartazi. Mjaftuan vetëm disa diskutime në Komisionin Parlamentar të Ligjeve për të kuptuar se socialistët do ta rrëzonin kërkesën e opozitës për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Pavarësisht se demokratët argumentuan se kryetari i shtetit i është bindur në çdo rast kryeministrit dhe nuk u bë pengesë që kushtetuta të mos shkelej. Dekretimi i zgjedhjeve të pjesshme në rastin konkret për Tiranën, sado t'ia kërkonte kryeministri, nuk duhet ta bënte. Sepse presidenti i Republikës nuk jeton e pruvet as në kuti që nuk shes çfarë ndodh. Çfarë do të ndodh nëse kryetarët e bashkive nesër arrestohen të gjithë sepse kështu do kryeministri dhe neve çojmë vendin në zgjedhjet parakoshme. Nuk nxitohet presidenti i Republikës. Socialistët treguan të kundërtën se kërkesa e Partisë Demokratike nuk kishte bazë ligjore e përpasoj nuk duhet të shqyrtohej më tej siç parashikon ligji. Nuk e mbështesim kërkesën tuaj për shkarkimin e presidentit dhe kërkojmë dhe do ta rrëzojmë këtë kërkesë sigurisht me votë. Dhe pastaj raporti i Komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike që e rrëzon kërkesën për shkarkimin e presidentit të Republikës, ti përcillet Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Opozita pretendonte se Bajram Begaj ka dekretuar në shkelje të kushtetutës zgjedhjet në Tiranë. Ka dekretuar një ministre virtuale, kur kushtetuta nuk e parashikon një gjë të tillë. Dhe disa familjarë të presidentit, sipas opozitës, rezultojnë të punësuar në kompani private, që mendohet se kryen procedura tenderimi me administratën e presidencës. Të njëjtën, socialistët rrëzuan një tjetër kërkesë të Partisë Demokratike, atë për shkarkimin e Niko Peleshit. Eurodeputeti Andreas Schieder u shpreh optimist për ecurinë e reformës në drejtësi dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se vendi po bën hapa përpara drejtforcimit të institucioneve. Në konferencën për mediat, eurodeputeti Andreas Schieder u shpreh besim plot për funksionimin e institucioneve të reja të drejtësisë në Shqipëri. Tani është e qartë se kushdo mund të ndiqet penalisht.
Shider theksoi se reforma në drejtësi ka qenë një proces i vështirë. Ishte e nevojshme edhe pse solli probleme dhe ngërç në procesimin e dosjeve, por ka mësuar si gjërat po bëhen gjithnjë e më mirë. Në lidhje me procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, Shider theksoi se ai po hap mundësi të reja, por tashmë është radha e Shqipërisë për të shfrytzuar ato. I pyetur për hendekun ekonomik mes Shqipërisë dhe vendeve të BE-s, ai u shpreh. Standardet e BE-s janë shumë të ndryshme, ndaj është e rëndësishme që Shqipëria të modernizohet, të luftojë korrupsionin dhe të vazhdojë reformat, pasi këto janë parakushte për zhvillimin ekonomik. Nëse sjellim zhvillim ekonomik dhe investime të mëdha, duhet të sigurohemi edhe për cilësinë, që do të thotë mbrojtje e natyrës, përmirësim të mbrojtjes sociale dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Shider vlerësoi ritmin pozitiv, me të cilën Shqipëria po ecën drejt hapjes së kapitujve të antarësimit, duke theksuar se procesi i integrimit mbetet i bazuar në merita dhe në cilësinë e zbatimit të reformave. Rastet kur fëmijët apo adoleshentët bëhen viktima të dhunës fizike dhe psikologjike në ambientet shkollore ndodhin në të shumtën e rasteve si pasojë e mungesës të komunikimit në familje, por edhe marrëdhënieve të krijuara në rrjetet sociale. Tingëllon çuditshëm, por ndodh që një vështrim ndonjëherë i pafajshëm, por dhe një fjalë e thënë pa ndonjë tendencë të bëhet shkak kryesor i gjenerimit të dhunës tek nxënësit në ambientet shkollore. Psikologët referojnë se në këto vitet e fundit në institucionet shkollore mbizotrojnë rastet e dhunës emocionale. Janë ata të cilët konsiderohen si drejtuesit e grupit, që i lejojnë vetes të vënë në lojë nxënës të tjerë, duke i dhunuar psikologjikisht bashkëmoshatarët e tyre. Zakonisht konfliktet më të shpeshta ndodhin brenda klasës, gjë që është pozitive në thonjza në kuptimin që menaxhohet edhe më thjesht. Mund të ketë edhe konflikte që shpërndahen pasaj dhe mund të dalin nga klasa. Trendi në thonjza është dhuna emocionale dhe dhuna psikologjike. Pra vënia në lojë, tallja, përjashtimi social apo përndjekja në thonjza në rrjetet sociale me qëllimin për të ulur apo thjesht për të vënë në lojë është ajo që po dominon dhe është ajo ku ne po vëmë theksin më tepër. Psikologët sqarojnë se problematikat ndryshojnë sipas moshës së fëmijëve, por adoleshentët kryesisht adresojnë problemet e natyrës personale dhe që shkojnë me shkallëzime. Janë edhe konfliktet që mund të jenë situacionale, të cilat nuk arrin të menaxhohen mirë nga nxënësit. Edhe kjo është një pikë tjetër kryesore ku ne mundohemi që të punojmë fort në mënyrë që ata të mos i zgjidhin konfliktet gjithmonë me tendencën për të fituar. Pra edhe tërheqja ndaj një konflikti nuk duhet konsideruar si tipari një frikacaku, po duhet konsideruar si shenjë qytetarie, si shenjë vetkontrolli. Rastet e dhunës në shkolla janë kthyer për vitesh në një shqetësim të madh për adoleshentët, por edhe për më të vegjëlit. Identifikimi i këtyre rasteve në kohë nga mësuesit apo vetë nxënësit çon në parandalimin e tyre, duke zgjidhur çdo situatë konfliktuale të krijuar ndërmjet bashkëmoshatarëve. Sot bulevardi Ismail Qemali në Vlorë në të gjithë gjatësinë u bllokua nga qarkullimi për t'i lënë vend marshimit në emër të 18 vjeçarit Leandro Shametaj, që humbi jetën të martën si pasojë e një aksidenti. Qindra mijëra të rinj kanë marshuar në rrugët e Vlorës me thirrje për drejtësi dhe siguri në rrugë. Ky marshim sensibilizues mori shkas nga aksidenti tragjik që i mori jetën 18 vjeçarit Leandro Shametaj, i cili u përplas nga një makinë në bulevardin Ismail Qemali, teksa kthehej nga puna në orët e vona të natës. Leandron dhe Devin e kisha shok të ngushtë dhe jam prekur shumë për Leandron. Dhe në këtë vend dua drejtësi për Leandron dhe për ne të gjithë që të kemi vënë në siguri që mos të bëhemi si Leandro. Edhe në dhimbje therse shpirti është prap ndjenjë dashurie e bërja e njerëzve dhe zemrave bashk. Një gjë që qyteti nuk e ka shpesh veti dhe cilësi të vetën. Çdo zemër po qan në këtë moment. Sot jemi për të nderuar kujtimin e Leandros, të atij djali shumbullor. Dhe njëkohësisht kjo duhet të shërbejë si një mesazh sensibilizimi. Sot kanë zhvilluar një takim me drejtorin e policisë së qarkut të Vlorës dhe drejtuesit më të lartë të kësaj policie për marrjen e masave shtrënguese për të ruajtur sigurinë rrugore, por njëherë do të bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Vlorës për të qenë më të kujdesshëm në zbatim të rregullave të qarkullimit rrugor për të mbrojtur jetën e tyre dhe jetën e të gjithë qytetarëve të tjerë. Thirrja për marshim nisi nga shkolla Alidemi ku Leandro Shametaj ndiqte gjimnazin dhe u mbështet nga gjitha shkollat e qytetit. Pjesë e marshimit u bën dhe mësuesit dhe qindra qytetarë të Vlorës. Të njëjtën, gjykata e Vlorës dha masën e sigurisë arrest me burg për drejtuesin e makinës që në momentin e aksidentit ishte në gjendje të dehur dhe me shpejtësi tej normave të lejuara.
Kryetarët e PDK-s, LDK-s dhe AK-s kërkuan mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme gjatë takimit konsultues me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, duke konstatuar se asnjë prej tyre nuk mund të krijojë shumicën për ekzekutivin e ri. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, theksoi të premten se do të komunikojë sërish me kryetarët e partive politike deri më 5 nëntor për të parë nëse ka mundësi për të mandatuar një parti të dytë për të formuar qeverinë e re. Disa kishin qëndrime se nuk dëshirojnë të krijojnë shumicë, disa dëshironin disa ditë kohë, u shpreh Osmani pas takimit me liderët, ndërsa theksoi se mes tyre nuk u gjet dakordësi as për çështjen e buxhetit për vitin e ardhshëm. Ndërkaq, kryetarët e partive që deri tani kanë qenë në opozit, Memli Krasniqi, Lumira Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj, kërkuan mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Kurtin e ka humbur një 8 muaj të fundit me manipulim, me mashtrim, me taktizim, dhe tash po I kërkon edhe disa ditë. Është e qartë që as nëndrat e tij më të mira ai nuk mundet me bëj shumicën. Në këtë takim u bë qartë edhe një herë nga përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë. Pra pat pretendime edhe nga kryetari I Lëvizjes Vendosi se ndoshta duhet provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. Besoj që me 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti, pastaj caktimi I datës zgjedhjeve, që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në fatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë, data 7 dhjetor. Pra, do të ishte opcion. Pas takimit me presidenten, lideri I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti nuk dha asnjë deklarat për mediat. Osmani zhvilloi konsultime me liderët e subjekteve parlamentare rreth një javë pasi kuvendi nuk arriti të votojë qeverinë Kurti 3. Me këtë lajm erdhëm në fund të revistës televizive, pjesa e parë që ka të bëjë me lajmet, por do kalojmë me jepësi me reklama, qëndroni me ne, kthehemi pas pak, do flasim për temat e ditës, do kemi të ftuar edhe analistin Agim Baçi, do flasim për ndarje nga jeta të ish-kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nano, si e ka njohur ai atë, por do flasim edhe për çështje që lidhen me drejtsinë, në rast Erion Veliaj, dëshmia që ka dhënë gjykatën kushtetuese dhe komunikimi I akuzave ndaj zonjës Belinda Balluku. Qëndroni me ne, kthehemi vetëm pas pak.